Shanghai, qyteti më i madh i Kinës, buzëllumit Huangpu, përballë Bun dhe Pudong. Qyteti më i madh i Kinës, qyteti i tretë më i madh i botës dhe një qytet me thuajse 25 milion banor në qendër dhe 31 milion banor me gjithë zonën metropolitane. Është një nga qytetet më të famshëm të botës për momentin, ai ka ndërtesën e dytë më të lartë globit, rreth 630 metra, ka metron më të gjatë globit, rreth 830 kilometra dhe njëkohësisht trenin më të shpejt në botë që e lidh atë me aeroportin dhe me kryeqytetin e Pekinit. Është një qytet i cili zhvilluar në mënyrë të jashtëzakonshme. Nga hera e fundit që kam qenë këtu, të gjitha këto godina janë të reja, ndërkohë që përballë është zona koloniale e ndërtuar në vitet 30 e cila konsiderohet muze i hapur në natyrë, muze arkitektonik i hapur në natyrë. Është një qytet jashtëzakonisht interesant mbi të gjitha për zhvillimin teknologjik të ditëve të fundit. Është edhe shumë ngrohtë në fakt në raport me Shqipërinë. Nga Shanghai i Kinës.